Temperaturat e larta të verës nuk ndikojnë vetëm tek njerëzit, por dhe tek kafshët shtëpiake dhe baktit, të cilat ka nevojë për kujdes të veçantë gjatë kësaj periudhe. Veterinerët u bëjnë apel pronarëve të marrin masat e nevojshme për të shmangur problemet shëndetësore që shkaktonin nxehti. Qeni, duke mos patur gjendra djerse, e ndjen më lehtë temperaturën e nxehtë. Dhe prandaj e hap gojën që nëpërmjet frymarrjes, duke bërë frymarrje të eliminojë nxehtësinë. Por problemin që ndodh që shumë veta marrin qenin në makinë dhe mbyllin xhamet e makinës, kjo nuk duhet të ndodhë sepse qeni është shumë i ndjeshëm. Ne jemi të veshur me këpucë dhe ne nuk e ndjejmë nxehtësinë e trotuarit. Kurse qeni i ka putra dhe madje putrat i ka shumë delikate. Kështu që do të detyrojmë që të mos e nxjerrim në ditë të nxehta dhe njëkohësisht në hije dhe jo në mezin e vapës, sepse mund të japim djegje të putrave të qenve. Në Korç, kujdesi ndaj kafshëve shtëpiake është bërë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve, të cilat i konsiderojnë ato pjesë të pandashme të jetës së tyre dhe tregojnë vëmendje të veçantë për mirëqenien e tyre, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta të verës. E kemi zgjedhur se ky të i stresin, ky të jep dashuri, ky është tamam si një fëmijë. Si kujdeseni për të, kur ka shqetësime, po themi, merrni vetë mjekim apo jeni të kujdesshëm që gjithmonë ta çoni te mjeku veterinar? Për kujdesur gjithmonë në mjeku. Ndërkohë edhe në blegtori temperaturat e larta kërkojnë masa shtesë. Shumë veta i japin ujë kafshëve me kova përsëri. Kur fare mirë mund vihet një pajisje ujë që kafsha të pijë sa herë të dojë. Dhe është vërtetuar që pajisja e stallave me pjesë ujë e rritin rendimentin e qumshit 10 deri 20%. Veterinerët theksojnë se ndërgjegjësimi dhe kujdesi i vazhdueshëm i pronarëve janë faktor kyç për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, ndërsa Korça vijon të shihet si një qytet ku dashuria dhe përkujdesja ndaj kafshëve shtëpiake janë të dukshme.